Buqim në bu, CHI. Bu, CHI. Ne, po. Duke ndruar, javën e kaluar, duke ndruar teshat, e zbërthyem atë modemin, na ranë në tokë, domethënë edhe s'më ka ardhur ai modemi që më duhet akoma, më duhet router në fakt, se nuk e di çfarë ndryshimi ka modemi me routerin, se nga Greqia nuk e di më aq mirë këto, po. Po është vërtet edhe unë e kam pyetur veten gjithë jetën time, kush më falni, kush është diferenca midis modemit dhe routerit? Po hajde që. Edhe gjithashtu kam bërë gjithë ka qenë dhe kështu periudhë shumë pjellore, edhe kam bërë diku të 7 regjistrime dhe shiko, pavarësisht se cilësia edhe audios edhe videos është më mirë kur i bën nga laptopi, domethënë nuk diskutohet. Komforti që jep telefoni e ke parasysh se thjesht e bë përpara dhe jep ai është i pakrahasueshëm. Mua është e kundërta, unë me telefon nuk organizohem dot, nuk e di, se më vi notification të atyre aplikacioneve, gjërave, nuk ha dot tabza. Shumë unë nuk e merr atë fare. Kur i shoh të rinjt domethënë me telefon, çuditem. Po ideja e disi është sidomos për të gjën që bëjmë nëse, unë tani që bëra atë subscription tek Riverside, që falenderojmë Patreonët e Bullshit Podcast që e bën të mundur. Tani domethënë nëse do të investosh, të blesh një telefon të mirë, për shembull që në iPhone apo gjëra au, edhe një mikrofon që thjesht e kap këtu me kapse, je flak fare. Je shumë herë më lart se sa të blesh kamerë me vete, mikrofon me vete, kufi me vete, stativa etj. Por që këto janë planata gjate me qetësi, me dashuri, e ke parasysh kështu vin. Një goca mirë se erdhët një, shqyr që u mblodhët përsëri. Mirë të gjetëm, o buç, mirë se të gjetëm. Di gëzuar për vitin e gëzuar vitin e ri se që vitin e kaluar kur jemi takuar. Nuk e di çfarë muaj ka qenë, tani jemi në 2024 pra. Si gjermanët, që deri herën e parë që duhet të takohen, duhet të thonë se s'bën i rrugëzuar vitin e frojës nojës, edhe nëse jemi në gusht. Si ti këtë? Ja pas ka marrë diçka nga Gjermania, si gjermanë. Këta duhet ta di, besoj. Po edhe unë kur kam komunikime kështu për shembull zyrtare me email me njerëz me cilët kam folur në 2023-shën, e nis gjithmonë emailin kështu, shpresoj që ky vit i ri nisur me energji të reja, të bukura. Wow. Bile njerëzit edhe të inatosen, nëse nuk e nis ashtu domethënë mund të bësh public enemy, domethënë nuk ka shaka. Seriozisht, po vetëm vitin e ri apo të gjitha pushimet deri në momentin që ke folur, që nga se ajo për shembull dita e verës, një qershori. Është ditë bibi ashtu pastaj nuk na ngelet më për të bërë punë përveç të tregojmë emailë për festat, s'ka. Po që kështu domethënë kështu nisin për gjëra, unë edhe cozy day today, s'kemi bërë asnjë gjë, përveç se kemi bërë ca regjistrime të vogla për atë rubrikën shkurtimisht. Tani edhe ajo është shumë e lezetshme ka dalë, po që siç ju kisha shkruar më përpara, domethënë i pash këto dy leta nisim këto makabritet, mikeshat mia. Këto dy filma i kisha save-uar, le të themi, si trailera, i kisha pasur diku save në Instagram kur dilnin aca dhe gjëra dhe isha goxha hype, më dukej shumë promising, më dukej si gjë shumë e bukur. Dhe nga aktorët, edhe nga starët që ishin reklamuar etj, edhe tash unë duhet të shikoj të dy këta, edhe duhet të kem eksperiencën e plotë, duhet të shkoj në kinema. Edhe i bën kinema? Po, i pash të dy në kinema. Okej, se ne unë për vete i pash piratisht, të thuat. Jo, ti e pari legalisht. Nuk thot, nuk e di unë ç'është kjo. Ç'a thot kjo? Jo, dhe ne në kinema. Aty e paguam biletën. Kinema. Ju në Gjermani do të keni kujdes nga këto gjëra, po unë shoh në Shqipëri aty hap ato gjërat, kam biles, ju këshilloj ca site. Nëse pastaj. Kemi gjuajtur dhe Emma Stone-it kështu leksin e tallava në ballë. Pa në fund fare, domethënë ai shumë e keni sajuar. Po i pa të dy filmat, ë? Po, unë i pash këto 2 ditë e fundit, pash 3 madje. Pash, me qënë se diskutuam edhe bashkë, pash Poor Things, Argyle edhe Saltburn, të treja. Se mendova që edhe këtë të tre të do ta diskutonim. Edhe këta duket të se ka parë Saltburn. Të tre dhe unë fnisi maratona dje në darkë deri sot në orën 4:30. Para 5 minutash.
Po. Dhe nisim me atë filthin, nisim me Saltburn në fillim, se ai ishte kryevepër si film. Pas ka pëlqyer, Tash mua na nisti që pastaj t'japim mendimet tona. Saltburn për mua domethënë ishte si film, si gjë vetë, si realizim ishte kolosal. Për mendimin tim ishte nga ana artistike, si kishin luajtur rolin edhe sa mirë kishte luajtur rolin edhe sa mirë le të themi transportohej ajo psikopatia njerëzore tek shikuesi, mua më duk vërtet një kryevepër, domethënë ishte shumë i besueshëm, ishte diçka që thoshe po, mund të jetë shoku jot që mund të vrasin nesër, e ke parasysh? Who knows? Do you know? No, you don't. Si ka pëlqyer? kujdes Luana, kujdes. Vot. Ka kejda, sot i ma. Ma që ndali kejda është të mërshme. Si Olli. E, po tani, se unë kam një pyetje. Ne mund të bëjmë spoilera? Po shumë. Spoilera, normalisht do bëjmë spoilera, si do diskutojnë pas bëjmë spoilera. E, po do bësh një disclaimer aty të madh. Po pra, po do i vëmë kështu. Spoiler alert, motherfuckers, për normalisht. Është kjo, e gjithë kjo që po bëjmë ne është një big fat spoil, kështu që thjesht kaloni te episodet e tjera nëse s'doni spoil. Na i ku buçi. S'ka gjë, unë bëra regjistrimin këtu jemi. Okej, mund të them një diçka në lidhje me Saltburnin? Tani, buçi pas ka pëlqyer shumë, mua mund të them që nuk më pëlqeu, nëse do t'i vija një notë, do t'i vija një 5 personalisht. Ti çfarë do t'i vija? Unë do i vija një 9.5. 9.5? Goxha Po ti Kida, çfarë do i vije? Unë do t'i vija një 7. 7, Po ta krahasoj me këto dy filmat e tjerë, se tani këto 3 filmat për mua janë kështu si një lloj triologjie, nga që i kam parë të 3 njëri pas tjetrit, dhe normalisht lind edhe ai krahasimi, dhe nga të gjithë këto që pash, këtë fundjavë, ky ishte i preferuari im. Pra, fix. Edhe unë këtë krahasimisht, domethënë. Në lifetime normalisht unë do jepja 8, domethënë, po që për momentin 9 pa frikë. Okej, unë tani duhet të shpjegoj pse unë do i vija 5 dhe gjëja më e çuditshme, që në fakt s'është e çuditshme për mua sepse e njoh veten se si vlerësoj filmat edhe si i shoh. Zakonisht para se të futem edhe ta nis filmin, kërkoj pak në Google, gjithmonë duke u përpjekur mos shoh spoilera dhe bazohem deri diku tek këto ratings, vlerësimet që kanë njerëzit, që ka kritika, këtë ti unë, ose audience, njerëzit e zakonshëm. Dhe në momentin që kanë rating shumë të larta, kanë vlerësime shumë të larta, unë jam shumë kritike dhe pres të shoh diçka të mirë, diçka me nivel të lartë artistik, kinematografik etj. Dhe në momentin që kjo nuk më përputhet, në momentin që e shoh filmin nuk më përputhet me këtë vlerësimin maksimal që është marrë në gjithë botën, unë zgënjem jashtë mase dhe pastaj nga një 7 që më t'i vija filmit, arri në 5, jam akoma më kritike dhe akoma më ashpër me filmin. Dhe ky është rasti i Saltburnit. Po ja, pra. Po atëherë në rast parë për mua ishte totalisht i parashikueshëm, që në po shifja me partnerin tim dhe kishte 4-5 minuta që kishte nisur, edhe që 5 minutat e para bën partneri im parashikimin, edhe se zakonisht bëjmë këto gjërat, dhe doli eksaktësisht ajo që mendonim se do ndodhte. Që këto ti vristi që kujdes nga partneri jot, nëse ai e ka parashikuar atë duhet bësh shumë kujdes. Mendova dhe unë të njëjtën gjë dhe ndërkohë që po ndodhte filmi po përpiqesh zakonisht të bëj. Imagjinoj se ku mund të shkoj filmi dhe përpiqem aty për aty ta pastroj mendjen edhe thjesht ta gëzoj filmin. Po që në këtë sens, për këtë arsye nuk më pëlqeu sepse nuk ishte mjaftueshëm kreativ për mendimin tim për sa i përket historisë. Historia nuk ishte as pak kreative. Por interpretimi, domethënë aktrimi ishte shumë i bukur, kinematografia që do të thotë ambientet, kostumet e tjera shumë të bukura, edhe muzika gjithashtu, por ploti, skenari, për mendimin tim nuk ishte kreativ. Edhe kjo është arsyeja kryesore. Po tani, pse? Ndoshta sepse kam parë shumë filma, tani nuk mund të jep tituj, po që filma që zhvillohen në këtë lloj mënyre. Edhe mënyra se si zhvilloheshin ngjarjet do më çonin në një vend që unë e dija cili do ishte. Dhe në momentin që unë nuk kam një emocion, një paparashikueshmëri, më rrëzohet filmi. Për mua është një gjë e rëndësishme kjo është arsyeja. Edhe me kaq. Okej. Atë na pikë një mendim se pak se pas ka preferuar ti armik e popullit sot.
E theksoj, do të thënë, një nga të preferuarit e këtyre të treve, do të thënë. Mua më pëlqejnë personazhet, si ishin ndërtuar. Të gjithë më duken personazhe shumë karizmatik dhe të veçantë në llojin e tyre. Gjithashtu aktori që luante Felix, Jacob Elordi, është një nga aktorët e mi të preferuar nga këta të rinj, domethënë, që kanë filluar të luajnë filma nga 2019 e tutje, sepse më duket shumë i talentuar, sidomos me bërjen e theksit etj etj. Ngjarja ishte e parashikueshme, jam shumë dakord me Luanën që në fillim duke që Oli do kishte një rol shumë qendror në ngjarje. Më fal një moment se unë thashë se po të bënte zhurmë me mikrofonin, por në qoftë më duket se është qeni Luanës. Keni ata tullim pak deri një sekondë. Si keni ju? Thank you. Tash mos problem teknik, thash po i bën eko mikrofoni, do e ndërpresim prapë. E vazhdojmë. Jo, s'ka problem. E përshëndesim Normanit. Më bën falë gjithashtu. Me që ndërhyri kështu në episod. Po, ngjarja ishte e parashikuar. Është kjo ngjarja tipike e introvertit që është pasivo-agresiv dhe gjen një moment edhe shpërthen. Po, ishte e parashikueshme, por mënyra se si u zhvilluan ngjarjet pastaj, se si u zbulua që Oli nuk ishte në fakt ky fëmia që kishte vuajtur kaq shumë etj, më duk një plot twist shumë i lezetshëm edhe tërheqës për mendimin tim. Pavarësisht se për mua filmi ishte i gjatë në minutazh, se unë nuk e di, kam pak vështirë të shoh filma që janë më të gjatë se 90 minuta. Ky më duk goxha, domethënë i gjatë në minutazh, por interesant, domethënë më mbajti të mbërthyer. Ishte edhe për mua ishte i gjatë. Mendoj që mund të një orë gjysmë do kishte mjaftuar dhe kishte skena të panevojshme, të sërzgjatura që nuk i jepnin asnjë gjë shtesë filmit, për mendimin tim, historisë. Pavarësisht se vende të bukura, njerëz të bukur për tu parë, edhe shumë tërheqëse për syrin. Me vërtet shumë Domethënë nuk jeni fan se fare të filmit The Irishman, për shembull. The Irishman të Scorsese's? Po. Jo, unë kam qef filmat e gjatë, po ai gjithashtu, po, unë edhe ai për mendimin tim nuk ishte nevojshme që të ishte aq i gjatë. Ka filma të cilët duhet të jenë të gjatë sepse kanë për të treguar, a kupton? Për mendimin tim kishte këto momente kështu tamam të tërheq me zor. Edhe ishte jepi, vazhdo, po mendoja. Po mendoj diçka me veten time, domethënë se ju të dy e prekët faktin, domethënë që kjo është diçka standarde. Edhe po ndihem pak, le të themi, i paditur për momentin, sepse kjo është mbase jo i vetmi, po një nga filmat e rrallë me këtë lloj ploti. Mbase ka qenë një kategori që unë s'e kam ndjekur përpara, që nuk kam parë filma të tillë me këtë lloj storyline-in përpara, domethënë, po që të gjithë mund të kemi lexuar revista, për shembull, se libra, kartime, gjëra kështu, ose këto lore caption story që dalin nga gameplay ose që janë online, për shembull, të tilla gjëra, po mua më duk si risi, të themi. Po ju më thoni që s'është risi. Tani mua s'po më vjen një titull për shembull në mendje që të them po e kam parë diku në këtë film, këtë lloj ngjarje, por domethënë vetë ngjarja në gjenezë më duket si diçka tipike, ndoshta diçka që mund ta kem hasur dhe në libra që kam lexuar ose në seriale dhe jo në filma, po që më duket si diçka që e kam hasur shumë herë më përpara. Dhe pastaj kam përshtypjen që edhe mungesa e surprizës vjen nga fakti që elemente psikopatie dalloheshin tek personazhi i Oliverit, i Ollit, edhe që të bënte të çonte në atë drejtim, sepse në momentin që ti ndërton një personazh që nuk të jep fare të tilla spunto, atëherë ndoshta mund të surprizohesh, po historia domethënë të jepte elemente, të ushqente me disa indicie që kjo gjë mund të ndodhte. A kupton, sepse twisti është shumë i bukur edhe është shumë. Në moment që ti nuk ke indicie që një gjë e tillë mund të ndodhë dhe në fund të bëhet një shpjegim i gjithë historisë. Kurse nëse ke elemente rrugës, atëherë nuk je veçanërisht i surprizuar. Mendoj unë. Po, shikon sa subjektive që nga kjo në të rastin të paktën edhe në të treve këtu, sepse unë edhe mbase nga që nuk isha i mësuar me twistet e tillë, domethënë, unë parashikimin e parë që bëra ishte që ky është një person që është i mbyllur vetvete, është pak weird tani, që i themi ne
në gjuhën tonë shqipe. Edhe jo, ishte i personi që diçëm e thash jo, okay, kjo është një histori e një djali, domethënë që është gay, edhe thjesht nuk e di akoma ose ka turp ose nuk ka dalë akoma nga dollapi apo problemet e veta, domethënë çfarë lloj gjë që të ketë, thjesht ky e ka shumë të vështirë të pranojë këtë gjë që do, edhe ma ha mendja që do krijohet një farë lloj drame shumë e madhe. Edhe unë po prisja atë twistin tjetër klasik të telenovelave, domethënë që ti i vete nga mbrapa shumë një personi sa e bën që të urrejë dhe të largohet. Këtë po prisja në fillim që në një farë mënyrë ndodhi, domethënë në fundi po ishte me shumë gjëra të tjera, pastaj që ishte goxha u bën shumë gjëra bashkë, edhe doli një anë psikologjike e njeriu që unë nuk e pa shumë pastaj në fund kur nuk e mendova më si karakter individ, po e mendova thjesht një njeri që se çfarë është e aftë të bëjë një njeri, sa kohë mund të marrë një njeri nga koha e vet, edhe sa mund të dedikohet për të arritur një qëllim duke mos pasur asnjë lloj njësie matse se me çfarë kostoje do arrihet ky qëllimi dhe cilat janë sakrificat dhe kurbanet që do bëhen gjatë rrugës, domethënë kjo filozofia psikologjike është shumë kryevepër si gjë, por që unë që kam të kënaqur shumë se juve, domethënë se unë pas kam pasur risi. Unë tani duhet të them që jam edhe pak kështu e vështirë me filmat, të them të drejtën. Po Luana është shumë kritike për filma, domethënë këtë duhet ta. Jam vërtet shumë. Spoiler alert. Shumë mirë, ka lezet. Shumë kritike dhe kjo, dhe siç e thash edhe më përpara, për shembull, se do ta kap më vonë këtë filmin Argyle, unë pash aty sa ishte në IMDb 6.6 e kishte vlerësimin, atë në Rotten Tomatoes të kritikëve 33%, tash hajt më, domethënë nga kjo nuk pres asnjë gjë. Edhe e shoh me kështu, thjesht po hajde po kaloj kohën, po kënaqem, edhe mund ta gëzojmë çik më shumë. Do ta lëm për në fund Argallin se unë duhet pinë çik se kam shumë brenga pra. Që nge lënduar. Shumë jam lënduar nga ajo, por që për të vazhduar ose konkluduar për të pjesën e Saltburn, domethënë. Nga jeta e parë se është film edhe art, domethënë. Mendoni se gjërat e tilla ndodhin vërtet? Tani, aty te ky filmi kishte ca elemente pak jo realiste, se si erdhi policia aty te shtëpia, nuk morën askënd në pyetje etj. Unë mendoj që gjëra të tilla mund të ndodhin. Ka psikopatë kudo në përbot që bëjnë vrasje dhe nuk u dridhet dora, por më duket sikur në realitet sikur do ndërhyj pak policia, njerëzit aty edhe për qark. Pse nuk besoj që mund të jetë një duk ose le të themi një djalë ministri shqiptar, si ajo që kur ndodhi paracakosh ishte shoferi aty deputetit që prodhonoi atë të huajin. Atëherë që u mbyll shpejt, pavarësisht se u hap më vonë, domethënë. Nuk mendoni ju se ka njerëz të fuqishëm që thonë që okay, we just want to close this shit. Nuk duam që të bëhet gjë e madhe sepse kemi reputacion, kemi firma, kemi stoksa, domethënë jemi ku dëgjon për firma të mëdha, jemi fytyra edhe nuk duam fare që të krijohet asnjë publiciteti. Ndoshta ata do kishin dashur, meqense ishin kaq të pushtetshëm të fuqishëm ta njihnin të vërtetën për veten e tyre, ti ishte diçka e brendshme, po asnjëri nuk u interesua që të thellojë në arsye të këtyre vdekjeve. Domethënë duka vet. Po që patjetër që ndodh ajo, ku nga njerëz që kanë pushtet mund të dalin me duar të lara shumë më kollaj se një person i zakonshëm, kam përshtypjen. Gjithsesi, që desha thoya po që unë mendoj që natyra njerëzore është aftë të bëjë çfarëdo lloj gjë. Edhe s'po flasim për fantashkencë tani ku futen domethënë aspektet të teknologjisë, por për sa i përket aspektet të zhvillimit njerëzor edhe shprehjes së njeriu, çdo gjë që shohim në filma, çdo gjë është e mundur për mendimin tim. Nuk ka asnjë lloj limiti, të gjitha gjërat janë të mundura. Edhe kjo, edhe të tilla zhvillime si ky i filmit, të këtij djalit Oliverit, që me qarllafi mendoj që aktori është shumë i përshtatshëm për rolin dhe mendoj që me sa duket që ka edhe popullor i famshëm në këto vitet e fundit. Se dia se më shumë këtë brezin pak më të rinë se ne, le të themi, ose më të vegjël se sa ne. Unë nuk e di, edhe as unë nuk e di. Unë isha parë tek
nuk e mbaj mend, në qoftë se nuk gaboj, do të ketë qenë te Gangs of London, nduket, ku është ajo banda shqiptare ose diçka e tillë. Edhe aty më ka pëlqyer, po që shiko, ai vjen ka ca tipare në fytyrë, domethënë që duket që është pak i çuditshëm, duket pak për mos të dashur tingëlluar negativ, sikur ka një farë lloj sindrome, nuk e din që se ka një kromozom më tepër që edhe valle rreth trupit të tij, domethënë por që është i përshtatshëm, nuk kam asnjë lloj kritike, pra atë është mendoj se ai që e ka zgjedhur atë si aktor e ka qartë, domethënë. Ka fytyrë shumë interesante. Dhe është, domethënë për mendimin tim, ngjan edhe i lezetshëm, edhe të kalldatë në të njëjtën kohë. Domethënë ka edhe një lloj sharmi, domethënë gjën tërheqës, thua, djalë simpatik, po nga ana tjetër edhe jo simpatik, edhe i frikshëm, edhe interesant, domethënë është perfekt për të tilla role, kam përshtypjen. Dhe më duket sikur çfarëdo lloj gjëje që ai të bëj, do të duket interesante sido që të vi puna. Kam përshtypjen. Për shkak të fytyrës. Unë mendoj se ai e ka karrierë përpara, se i ri është në moshë kështu i pashëm, është vajzat e pëlqejnë, që tregi mas, domethënë për meshkuj që duken bukur edhe dalin gjysmën e filmit të zhveshur, kështu që siç është nga ana tjetër, si s'është, po që mendoj se ai vërtet do bëj diçka. Edhe ky rol ka qenë pavarësisht të filmit në thep, domethënë si rol mendoj se mund të ketë qenë deri tani mbasi mund të jetë roli më i mirë që ka bërë. Unë nuk e njoh shumë punën e vet, po vallaki të jetë në rolet më të mira që mund të ketë pasur deri tani. Po, të bërnja të marrë vesh një këti. Emrin e ka Barry Keoghan. Nëse po e shqiptoj siç duhet mbi emrin. Keoghan, aman se këto emra të zoti madh. Si i mësuar me emrat e aktorëve të vjetë irlandez? Irlandez më duket, po, dhe irlandezë. Irlandezi kanë emra të çuditshëm. Po. Okej. Në shqiptim kam fjalën. Barry. Po, Felixi sa i mirë Felixi. Kejta çfarë mendon për Felixin? Se tani ne si goca pastaj nuk e di buçi, po që. Për Felixin si personazhi. Kontesha më mori zemrën. Kontesha është shumë e bukur, a? Ajo është aktore, kemi parë, Rosamund Pike e ka, ashtu e ka. Ajo është e mrekullueshme, po Felixi që është djalë i ri, se me atë jemi mësuar. Ti të pëlqeu Kida? Felixi si Felix apo ai aktori? Aktori. Domethënë kështu si kallëp. Si kallëp, po, më pëlqen shumë. Shumë mirë. Po, është i qatë, është pak si kështu si tërhequr, si misterioz. Edhe këto lloj rolesh u luan, domethënë të gjitha ato filmat që e kam parë unë, domethënë. Mua më pëlqen shumë si aktor i talentuar, me thënë të drejtën. E kam parë edhe te filmi që ka dalë së fundmi Priscilla, ku ai luan rolin e Elvis Presleyt, edhe mua më manit gjithmonë se çka një aftësi për të bërë këto tekstet e ndryshme. Edhe është shumë, domethënë, është shumë i arrir në këtë drejtim edhe gjithmonë më manit. Edhe i talentuar dhe i bukur, i ka të tëra. Po, të tëra. Mano zoti i madh. Djalë për shtëpi. Ka lezet. Djalë për kinema, po, për shtëpi tani nuk e di. Ai mund të jetë i bukur, po që të javim qiga se si Emma Stone në atë Poor Thing ishte. Poor Thing. Shumë e bukur, po. Jashtë mase e bukur. Do me thënë, po, nuk e kuptoj, do me thënë, si në rankime, do me thënë, marrë në një pjesë objektive, të toj që mund të jenë kritik modelësh apo aktorës shu, do me thënë, Margot Robbie mbahet si standardi i arte, bla bla bla, jo Barbie type tjerë. Po Emma Stone, do me thënë, jep një farë lloj bukurie që është goxha natyrale, do me thënë, sidomos me ato ekspresionet në fytyrë, me ato shtrëmbrimet e fytyrës, do me thënë, ai naturaliteti që ka fytyra. Mua më duket, do me thënë, si goxha i gjetur, sidomos edhe për atë rol, do me thënë që prap nuk e di. Hajde, na jepni çik reviewsat e ato përshtypjet e para të Poor Things. Po, kush do e nisi? Nuk e di, vazhdoni juve, pastaj e vazhdoj se çfarë nisa unë edhe kështu që nisa. Okej, lëm për në fund, se do na thonë gjë të keqe prap këta. Po, më mos ta prish. Pra dhe tash mos ta prish. Marrë pastaj Luana. Tani Poor Things, nga kjo trilogjia e famshme e fundjavës, është filmi më pak i preferuar për mua. Pse? Aktrimi më pëlqeu shumë, siç edhe ti e përmende, Emma Stone shumë e përshtatshme për atë rol.
Kostumografia e filmit më ka pëlqyer shumë, hyrja më ka pëlqyer shumë, por nuk më pëlqeu shumë zhvillimi i ngjarjes. Disa skena më duken tejet të zgjatura dhe të panevojshme. Më duk historia tipike e filmave amerikan, ku personazhi duhet të shkojë me patjetër në Europë, ku të gjej veten, të shkojë në Spanjë ose patjetër aty duhet të jetë Parisi, edhe Parisi. Po Parisi. Edhe te ky filmi, sepse njeriu vetëm në Paris mund ta zbuloj se kush është vërtet. Pra më duk kjo klisheja që e kam parë në shumë filma të tjerë dhe nuk mund ta injoroja këtë gjë, ndërkohë që isha duke parë filmin. E kuptoj pse ishte ndërtuar në atë mënyrë, sepse ishte një mesazh i caktuar që duhej dhënë. Pra besoj se bien gjithë dakord që është film feminist, dhe kishte një lloj mesazhi të caktuar që duhej të jetë. Okej. Të po flas unë, që të lëm të për në fund. Okej. Siç është jam bitar. Mua filmi Poor Things në fakt më ka pëlqyer shumë herë më shumë të Sarga, nuk diskutohet fare, jo aq shumë sa Saltburn. Edhe shiko. Është okay, fillojmë me të mirat, pastaj me të këqijat. Realizimi ishte shumë, unë librin nuk e kam lexuar, por për shkak se jam pjesë e një book clubi që kemi nga Lirën Brainsi këtu në Berlin, domethënë ata do e kishin për ta lexuar atë javë që unë vajta, unë pash një si kemi pasur ato kur kemi qenë në vjeçare që bënim përmbledhje të një libri, si quhesh në ato atëherë? Bisedë letrare, e quanim neve. Fiks, kam lexuar një si bisedë letrare rreth atij libri, domethënë që okay, nuk është e gjithë eksperienca, po që bën diçka. Për te surrealiteti normalist, ajo është botë fiktive etj. Përzidhja e aktorëve e shkëlqyer, edhe mënyra se si në film u bën ngjarjet, mua më duk shumë interesante dhe gjëja që më pëlqeu më shumë nga të gjitha fare është mënyra se si ai e kishte përkthyer rritjen e trurit, periudhën mendore të bebit në reaksionin ndaj botës. Po ta vësh ajo skena e famshme tek kulla me të varfrit që është fiks ajo adoleshentja që do që çdo njeri të ketë çdo lloj gjëje, që ti jetë çdo njeri i lumtur edhe ju thyes zëmra, që e kalon çdo njeri, domethënë. Kur është në moshë të re ose më përpara që s'e kishte iden fare kur zbulon që thjesht edhe masturbimin e përdor si një lojë tjetër, domethënë mua më duket se ishte shumë të goditur ato. Si gjëra që kishte bërë, ai direktor ose producent ose regjizori thonë shqip në fakt, në mënyra se si ja ka përcjell aktorit, duhet ta bësh kështu nga libri, domethënë mua më duk vërtet shumë perfekte dhe bravo qoftë atyre që kishin realizuar. Më duk pak pa nevojshme i twistin në fillim me atë bad guy, me burrin e asaj Emma Stone, si mbaj me emrin, ai generali domethënë. Ishte kjo e fillimit se kuptova. Që ishte në fillim e burin e Victorias, domethënë me burin e Victorias në fund, po them. Në fund. Në fund, ai twistin më duk pak shumë, ishte i bukur, ajo ishte siç e theti përpara për shkak me atë rastin e parë, kjo ishte e lexueshme domethënë. Unë që në momentin e parë që ai thotë kam home, unë e kuptova kjo, okay, 100% që ky ka qenë arsyeja, nuk ka qenë fëmia arsyeja që ka qenë stazan, ka qenë ky arsyeja pse ajo e vrau vetëm, duke shumë qartë. Edhe aty ishte predictable, edhe mund ta kishin bërë atë landing disi tjetër. Domethënë, po gjëja që s'm pëlqeu mua më shumë është pikërisht atë etiketimi që i bëri Keita. Unë mendoj se edhe vërtet më ka vrarë shumë kjo gjë, sepse mendoj se i është vënë një damp feminizmit, domethënë që për mungesë të një fjalori tjetër ose për mungesë dëshire për të përdorur një fjalor tjetër është që je femër e arritur edhe femër e emancipuar vetëm në qoftë se ke shumë partner seksual, vetëm nëse je jashtëzakonisht shumë e hapur seksualisht, vetëm nëse bota e di se sa e hapur je ti seksualisht, edhe çfarë jeti ti bësh trupit tënd. Vetëm atëherë mund të rritesh. Kjo është e vetmja mënyrë se si ti si femër të arrish këtë gjë. Kjo mua më duket një nga gjërat më absurde që e fundos nivelin e femrës, që e seksualizon, domethënë në një lloj niveli, domethënë që është aq bajat
që mund t'i kishte dhënë asaj aq gjëra shumë të bukura, disa vlera mund t'i kishin dhënë një twist caring, mund t'i kishin dhënë një twist që edhe atë tipin ta rregullonte dhe pse ishte abuzive dhe pastaj ta lëshonte me zogj, që t'i jepte një natyrë më divine, më transcendente se sa vetëm body counti, që mendoj se ishte e panevojshme. Dhe kjo është fiksa i pseudo-feminizmi, se nuk është më as feminizëm sot e kësaj dite moderni, domethënë që ka që okay, ti duhet të kesh sa më shumë partnerë seksual të mundur, duhet t'i thosh sa më shumë njerëzve që ke sa më shumë, nuk do të kesh asnjë gjë private. Asgjë jotja nuk të përket ty, i përket gjithë botës. Edhe ti pasaj duhet që këtë gjë që ja ke dhënë aksesin gjithë botës të krijojë mendimin për ty, ti thosh botës përsëri jo, po se ti s'mund të thuash një gjë, edhe pse këto janë të gjitha në shështapur, por domethënë you need to shut the fuck up and deal with it. Mua kjo më duket shumë e panevojshme, sepse e gjitha ajo eksperienca në Paris, për shembull, mund të kishte pasur një lloj iluminimi për të. Ajo mund të kishte dalë nga ajo sken duke thënë që God fucking damn it, like okay, unë mbijetova, bëra, ishte ajo çfarë unë duhet të bëja. Nuk ka asnjë lloj problemi. Në atë periudhë u gjend, po këto janë kartat e lotëri. Unë me këto karta do luaj, çfarë do bëjmë tash? Do filloj të mësoj muratorin. Ama nuk nuk mua nuk më pëlqeu fakti që në fund dha sikur s'kishte ndodhur asnjë gjë. Kur ne e dim që në çdo lloj eksperiencë minimale, çdo njeri që takon në jetë lë një impakt te ty. Edhe mungesa e impaktit që ajo gjëja la tek karakteri mua më duk domethënë që okay, you have ti ke një agent të përcaktuar, domethënë që Keida e thamë përpara që duket, ishte aty. Pastaj kjo klasike, siç vjen europianët në Indi, amerikanët në Europë për gjithë veten, domethënë. Është e njëjta gjë dhe po më duket kohët e fundit jashtëzakonisht shumë bajate si gjë. Edhe duke ekstrapoluar pastaj në të ardhmen, njerëzit do shikojnë se do të filma mamën dhe se Poor Things do mbahet, ndryshe nga disa të tjerë, mamën e do mbahet më për një kohë gjatë, se nuk është film i keq përkundrazi, por që janë gjëra se siç na kanë rritur në filma të vjetër, domethënë do rritet edhe të tjerë dhe mendoj se janë disa mesazhe që jo domosdoshmërisht. Unë fundamentalisht besoj se privatësia jote duhet të përket ty dhe vetëm ty, e sa i den vetëm në qoftë se ti vendos në mënyrë aktive të ndash me të tjerët. Edhe kjo nuk do të thotë që nuk duhet të kesh partner apo nuk duhet të bësh këtë apo nuk do të bësh atë. As pak. Ti ke drejtë të bësh çfarë do lloj gjëje që të doj, kështu. Pa asnjë lloj përjashtimi. Ama të përket ty. Edhe në qoftë se ti aktivisht vendos pastaj që këtë XY ta ndash me të tjerën, atëherë si çdo lloj variabli që hyn në një ekuacion, ti duhet të jesh gati të marrësh dhe feedbackun, të marrësh dhe konkluzionin e kësaj. Nëse ti vendos ndash diçka, do të kesh parasysh që ka njerëz që do të suportojnë, do të kesh parasysh që ka njerëz që do të eksploitojnë, do të ketë njerëz që do të bëjnë shaming, do të turpërojnë etj. Fakti që karakteri, domethënë, ai ishte një golden opportunity, ishte një minier. Nëse do të kishte futur një karakter, domethënë që do të kishte bërë pak shaming, do ta kuptojë që kjo më vërtet e bëri të gabim, po edhe kjo që ky shaming që po e bën kjo është pak i tepër, nuk duhet. E kishte rastin për të dhënë diçka të tillë aty, domethënë që thoshte, okay, nuk është mirë ti biesh të tjerëve kur janë në momentin e tyre me të ulët dhe nuk e bën. E kishim atë figurën pasaj aty në Paris edhe më vonë që përmendi si Barbie që ishte ajo boss bitch, ishte shumë e panevojshme. Po një gjë aty e bukur që ndodhi. Po në Paris në momentin që bën lekët e para dhe ka atë badass bitch attitude, domethënë kështu si boss që unë e kam këtë edhe këtë e bëj. Okej. E kuptoj, në rregull, e panevojshme. Ajo më e bukur në Paris, nuk e di nëse ndani njëti mendim, ishte ajo tutoria. Mendoj se ajo ishte një nga karakteret jashtëzakonisht interesante të atij filmi, edhe mënyra kur i bën atë brainwashing e vogël ajo, pastaj në fillim kur trembet Emma dhe ja shpjegon që po do të bëjnë këtë, pse është kështu, është ashtu edhe pa e kap në kurth aty që shpenzon ajo një kohë të gjatë në atë shtëpi publike. Mendoj se ai ishte një karakter jashtëzakonisht shumë mirë i gjetur, sepse edhe në fytyrën dhe asaj dhe karakteri i saj e përcillte në mënyrë drejt për drejtë mizorinë e asaj femre, domethënë që vetëm atë gjën kishte dhe duhej që të luftonte me çdo zog që hynte në atë kafaz ta mbante aty. Po, dhe fizikisht, pavarësisht jo, s'po gjykon njeriu për fizikun e saj, po tamam duket sikur kishte dalë në një vepër e Picassos, për shkak të çuditshmërisë fizike që kishte, i përshtatej dhe shpirtit të saj pak të, ku ta di unë, s'po e them të shtrëmbur, po të ngatëruar, jo me një formë. Jo, ashtu. Nuk ka ndonjë gjë se po flasim se ajo është vepër arti, dhe ajo është ashtu siç është, mos ki. Shumë e bukur.
shumë e bukur. Ai është një nga personazhet më të rrira të filmit. Jam totalisht dakord. Ishte dytësor fare për shembull. Ai tipi, ai fuckboy ishte, domethënë Mark Ruffalo. Si nuk e di emrat, po që ai ishte bën Hulkun. Po që ishte hype. Po duhet gjithmonë një bad boy në historitë moderne të këtyre viteve. Është gjithmonë një bad boy si katalizator. Kështu që që të ndihmoj femrën që të kuptoj vetveten. Po. Që është prapë domethënë që është prapë backfire, domethënë sepse bie që mënyra e vetme që një femër të eci përpara duhet një mashkull. Është pak shumë e koklavitur. Po pra, s'është asnjëherë mënyrë, ka lloj mënyrash në këtë botë për të kuptuar veten. Lloj eksperiencash nga më të ndryshme, dhe s'është e nevojshme që të jetë një burr, mund të jetë çfarëdo lloj gjëje. Dhe në këtë sens, siç e thatë edhe juve, për mendimin tim, ky film ishte totalisht agent kokë e këmbë nga fillimi deri në fund. Dhe për mua ishte një nga zhgënjimet e radhës, sepse u bë kohë që nuk po mundem do të shoh një film që mos ketë propagandë brenda, që të jetë i motivuar filmi nga arsye artistike, nga dëshirë për të shprehur kreativitetin e atij që shkruan skenarin, regjisorit, aktorëve etj. Më duken të gjitha, domethënë shumica e filmave që sot edhe ecin, që kanë shumë publicitet, janë ke këto elementet e agjendave të majta në Amerikë të paketuara lezetshëm. Dhe këtu ishte paketuar bukur në sensin estetik të fjalës, sepse kinematografia ishte e mrekullueshme, aktorët e kastit spektakolar, kostumet, nuk di ç'a them, domethënë, atë që po i thoya dhe Kate, sa dje kur po diskutojmë që unë do doja të vishesha ashtu. Si Emma Stone te film, do doja të vishesha në jetën e përditshme dhe me shumë mundësi po të gjej një dyqan ku bëjnë ku shesin të tilla rroba do t'i vishja. Që nesër. Tani aty për mendimin tim ka shumë probleme brenda. Me vërtet shumë probleme. Dhe i pari fare në lidhje me qëllimin e filmit është që ka tamam të karakterin kështu pandering, i thonë në anglisht. Është që bën diçka që të kënaqësh njerëzit, se njerëzit presin që ti duhet të bësh një gjë. Nuk po e bën se të buroj nga shpirti, nga mendja, nga xhani, a kupton? Se po krijon diçka të bukur ose një gjë që ndjen brenda. Po ofron atë që tregu, politika, ku ta diun se çka kërkon prej teje, edhe ti ja ushqen. Dhe madje ndonjëherë në mënyrë të dhunshme, gati skolastike. Sepse ti këtë zhvillimin njerëzor që realizon kjo vajza, që Emma Stone, që si e kishte emrin se nuk e mbaj mend, si e kishte emrin? Bella Baxter. Mund ta realizosh në mënyra të ndryshme, por ajo që mua nuk më pëlqeu është që kalonte nga etapë në etapë, që në aspektin vizual ishte interesante kur çdo kapitull kishte një para përgatitje, një copës të vogël video, dhe ato e kuptoj, dhe është interesante, por ishte tamam sikur po të mësojnë, po të tregojnë me luk, po ta fusin me zor të informacion, tani bëhet kjo, na fute, haje. Po ta them unë me fjalë, troç. Do më pak subtlety, do më pak një çik më jo shumë, jo sikur ka dalë dikush edhe me pankarta aty. Do thënë tek filmi. Do Robin Chip for play, domethënë, ke parasysh. Që tani do bësh këtë, tani do bësh këtë, kjo nuk është okay, because this is not okay, you should do this, you cannot tell me to do this, I will do that. Do thënë, drejt ta haj, luaj pak me ngjarjen, luaj pak me aktrimin, mos më jep ilaç me zor, nuk e dua, nuk më intereson fare, nuk e dua. Dhe për mendimin tim gjithë filmi shërben tek kësaj. Dhe aspektet artistike të filmit ishin të limituara pikërisht te cinematografi dhe te kostumografia, dhe një gjë tjetër që mua më bezdisi jashtë mase ishte ky zhvillimi fillestar i Bellës, nga momenti që i kishin bërë shkëputjen e trurit të mëmës dhe futet truri i bijës, domethënë i fëmijës. Faza e parë e filmit për mua ishte e bukur për të parë, po qesharake në aktrim, sepse për çfarë arsye aty s'po kuptoja, ndoshta nga fundi do e marr vesh toja, ndoshta ka elemente, domethënë të informacioneve të më përparshme, të individit të më përparshëm, të mamas që ngelen tek vajza.
Dhe për këtë arsye, në disa momente ajo flet me fjali të strukturara shumë bukur, dhe në disa momente me zor thot dy fjalë. Por në fakt nuk ishte ashtu, sepse asaj si kishte ngelur asnjë gjë nga mamaja, nga Victoria, ishte vetëm Bella. Dhe në momentin që Emma Stone bënte këtë interpretimin, ai sapo thoya o Zoti i Madh, këta njerëz që kanë shkruar këtë skenarin, ai kanë lexuar sa njerëz punojnë për këtë skenarin. Kjo vajza, domethënë, në momentin që ti po tregoj që dikush po mëson të flasi, ne kemi njohur beba në jetën tonë apo jo? Fëmijë që rriten, domethënë e mësojnë të flasin avash avash. Ti nuk mundesh në një moment thotë Bella wants të bëj diçka, domethënë e zgjedhon, domethënë në vetën e tretë njëjës, dhe pastaj 3 sekonda më vonë veta e tretë njëjës u zhduk dhe thot Bella want. Ose në një moment tani i thot vetes, i flet vetes vet me emër dhe 2 sekonda më vonë përdor veten e parë njëjës, ai, unë. Domethënë si më thon Luana nuk do, unë dua. Një moment nuk përdor ato, si janë ato foljet, ndim se quhen këto, do, have, këta diun, këto. Në një moment i përdor, një fjali e strukturuar, you don't have the whatever, edhe pastaj thot, God not like so. E kjo përse pat pikën e lidhjes. Domethënë ishte tamam si një gjithë interpretimi i saj fillestar më ngjante patetik mua. Dhe po mendoj, ore, drishta vaj këta kanë studiuar në njëherë si zhvillimi i komunikimit të një fëmije, se si mëson të flasit, ti s'mund ajo të ndërtoj një fjali komplekse, dhe pastaj një sekundë më vonë të ngjaj si idiote. A kupton, ishte totalisht këto diunë, sikur e kishin lënë pas dore këtë pjesën. Po për mua, për një film që supozohet të jetë kaq lart, është një super turn off personalisht. Mund të them një gjë? Nuk e di e vutre këtë. Unë mendova që ishte e qëllimshme, sepse Bella nuk është se u rrit në atë ambientin tipik familjar ku mami, babi ta mësojnë gjuhën duke lozur me lodra etj. Unë mendova që këta e kishin ndërtuar këtë mënyrë të cunguar të shprehurit për shkak se Bella shpenzonte shumë kohë me si mund ta quaj, me kumbarin e saj, me Zotin. Po pra. Sa Zoti ishte ai praktikisht. Me Zotin God. Zotin God. Dhe ai ishte profesor, ishte kirurg, edhe fliste gjatë gjithë kohës me terma shkencore, dhe Bella kishte shumë dëshirë që të shpenzonte kohë me të te laboratori i tij, ku ai bënte ato prerjet, therjet, dhe në kokën time mendova që kjo tregon atë mjedisin pak jo normal ku Bella po rritej. Pra ajo nga aspekti i zhvillimit të trurit ishte akoma një fëmijë, një beb, por ndërkohë ishte ekspozuar ndaj këtij ambientit shumë shkencor, shumë metodik. Thjesht një teori, domethënë nga... Në këtë sens edhe unë e arsyetoja fiksa atë që tha Keda, e justifikoja faktin që ajo mund të përdorte fjalë të vështira dhe ishin terminologji e vështirë, por në momentin që ti mëson rregullat e gramatikës, në momentin që ke mësuar nuk mund t'i çmësosh. Domethënë nuk mund të flas Luana shkojmë. A kupton, në momentin që e kam mësuar që thuhet Luana shkon. Dhe në këtë sens më gjej tamam sloppiness, e ke parasysh që po e ke lënë kështu pas dore. Pavarësisht se këto aspektet po, fjalët teknike jam dakord pastaj. Përveç këtyre të tjerave, domethënë një gjë të fundit kam për të thënë për këtë film që harrova ta thoya pak më përpara, edhe me gjithë ata që kam diskutuar, nuk e ka vënë re asnjëri dhe është thjesht sepse filmi e kërkon edhe e ka ndërtuar në atë lloj mënyre që ti ta harrosh ose mos i kushtosh vëmendje, është thjesht depresioni dhe mizoria mashkullore që shëmbëllet në faktin e Godit, të Godwin. Kur ai tregon për veten e tij me eksperimentet që i tij kishte bërë, domethënë, dhe si çfarë ai kishte kaluar, domethënë në fëmijërinë e tij sa i kishte rënë aty, domethënë një person që mund të ketë kaluar 1-2 gjëra sa të vogla atje në jetë, domethënë në këtë rast mashkull, do rezononte shumë. Okej, nuk i janë hequr testikujt ndonjërit që unë jo personalisht, domethënë, sepse ajo është thjesht hiperbolizimi për të shprehur atë vuajtjen, por në mënyrën le të themi të ashpër dhe të thatë që ai tregonte këto makabritete që i kishin ndodhur, ishte po ashtu vazhdimi i agjendës që
men's mental problems, nobody gives a fuck about, you deal with it, be a man. Domethënë dhe filmi për mendimin tim e jep se këtë pjesë jashtëzakonisht shumë qartë, që Ja, ashtu unë e kuptova ndryshe atë. Unë ashtu e kuptova. Ishte, domethënë që ai e tregonte dhe ai studenti ishte, thjesht çuditej pak, edhe anashkaloi direkt, thjesht next, domethënë. Unë e kuptova si prap në kuadër të agjendës është që men have been taught to be të ndjeshëm, sepse për shkak të historisë, mënyra se si rriten, se si edhe ndoshta edhe mund të thonë se është hiperbolizim siç e the, edhe që bëhen të pandjeshëm dhe ndoshta mund t'ja bëjnë dhe prandaj ja bëjnë edhe grave një gjë të tillë. Unë kështu e kisha kuptuar, po ndoshta ka shumë mënyra faktuta për ta. Ai vetë nuk është se bëri, ai përveç ishte nga ana shkencore psikopat, ai belës me ato mundësi që kishte i dha jetën më të mirë. E ke parasysh të mund, ai ishte figura e babait që ajo se kishte pasur kurrë, domethënë pavarësisht se ishte në atë mënyrën e vet fucked up, domethënë që s'ka asnjë lloj, nuk po mundojnë të justifikoj psikopatinë e tij shkencore. Por kjo do të ishte, nëse do ishte mesazh i mirë që shife se burrat janë mësuar kështu, atëherë mund të kishin hedhur ato të studentit të mbante një fjalim ose të thoshte 3-4 fjali që shiko se ti duhet të flasësh me dikë, apo ku dëgjon something. Nuk jam regjisor, nuk e di se si mund ta implementoj, po kishte hapësirë aty për të thënë diçka, ose për t'i dhënë një background vogël këtij të paktën, mund të kishte dhënë një diçka të vogël, domethënë një histori që të kuptoj pak më shumë dhimbja, kurse aty ishte thjesht një ignorim total, domethënë. Edhe kjo është e njëjta gjë se ty të ngrej atë thresholdin e dhimbjes, domethënë. Që ty të mësojnë që edhe me diçka të tillë, domethënë nobody gives a fuck. Let alone nëse ty s'po të del rroga apo nuk je mirë në lidhje etj. Këto jo, domethënë, po edhe këto gjëra po të ndodhin, prapë nuk i intereson njeriu. Plak, kështu që move on. E kupton, kështu që pëlqen se e ke kapur këtë në këtë lloj forme, se është interesante në bazë të, domethënë secili nga ne ka një perceptim të ndryshëm për edhe çfarë po na paraqet filmi dhe po kështu ngjan shumë që ka skandaloze. Unë nuk mendoj se është shumë skandaloze, unë mendoj se është dyftërsi. Unë nuk jam pro këtyre, le të themi, ti bësh tjetër një schooling, që ti vite një spin-off, po goti duhet të shofësh një terapist, duhet të bëjmë këtë, duhet të bëjmë atë, sepse ti do të bësh mirë. Jo, unë nuk jam për këtë. Por filmi ty të çon ta jesh atje, sepse ti nëse po e bën për dikë. Bravo. Edhe s'po e bën për dikë tjetër, do të thonë që ti nuk ke argjend barazie zotëri. E ke parasysh? Po, jam dakord se në qoftë se unë nuk jam, filmat për mendimin tim nuk duhet të jenë edukues, filmat duhet të jenë vepra arti. Edhe si të tilla duhen parë, nuk po shkoj në shkollë të më mësosh ti mua gjëra nëpër tani ato bëjnë diku tjetër, s'ka nevojë, a kupton? Se mos në filma të këtij niveli. Por në momentin që ti e ke çuar në ato ujëra, siç po thua ti, atëherë bëhet tamam, çoj deri në fund, meqense jesh i e. Kupton? Se është thjesht standard i dy fish, domethënë që sidomos në këtë tavan që kemi ne këto kohë të fundit, domethënë me këto debate sociale shumicën e kohëve të pakuptimta, domethënë, është thjesht i hedh benzinë zjarrit akoma edhe më shumë, domethënë. Edhe këta nuk po kuptojnë diçka, domethënë që e nisën kompanitë më dha me Netflix e Disney edhe po vazhdojnë edhe Hollywoodi i fuqishëm që nuk po funksionon plot. Nuk mund t'ja fusësh njeriu në gurmaz atë kot, sepse nuk e do, bën reaksion trupi. Edhe unë mendoj që po blon. Mos u bëj si Andrew Tate plako po e merr gjërat shumë maj për maj, domethënë, po ja, këto gjëra i keni vënë re edhe ju. Domethënë, dhe tha përpara të thonë janë disa gjëra, domethënë që një vajzë apo grua normale ose femër, çfarë do, nuk e rezonon me veten e vet. Nuk rezonon. Dhe mund të jesh ku dëgjoj, mund të jetë një CEO shumë e famshme. Pse do të matet suksesi ose sa hapur jeti seksualisht, e kupton? Kjo më duket çik bastarde. Po biles aty në fund kishte edhe një kështu, tamam edhe ajo majtiste. Në fund fare, kur takohet me këtë që do martohej me këtë djalin, Maxi kishte ai ndihmësi i mjekut, i godit, i Zotit, edhe që në momentin që kjo i tregon kufit e saj, ke parasysh që unë këtu i kam kufit, edhe ai që mund të thë si dhjaks. Edhe që rikështu si i trumbush. Dhe pastaj përfundojnë në një marrëdhënie poliamoroze.
Parasysh është vajza e një ngjyre tjetër, race tjetër, ky djali, domethënë edhe djali edhe vajzë i ka të gjithë, edhe kjo aty, domethënë e arrirë, e fortë të gjitha gjërat, që shumë bukur, nuk ka ndonjë gjë, po është tamam. Është agenda. Po është fake, se nuk është natyrale, është fake. Unë jam i bindur, domethënë që në një jetë normale, një çift i tillë me atë yes man, është i divorcuar direkt mbas muajit mjalt. Është e pa diskutueshme. Nuk ka unë jam shumë i bindur, nëse ti vërtet e do një person, nuk ka shanse që ti mos të luftosh për çdo lloj gjëje të mundshme, sepse aty ndërtohet lidhja. Kur ti e tregon partnerit tënd, partneri yt të tregon ty, edhe gjatë gjithë kohës do masësh njëri tjetrin. Edhe është gjithmonë e dy palshme, edhe është barazisht e dy palshme. Nuk këtë është ligj natyror, nuk e ndryshon dot asnjëri. Unë mendoj që ka mund të duhesh edhe me më shumë. Do të thonë, unë nuk është rasti im, nuk e kam të shqyrë këtë gjë, të më mjafton një atë dua, të kemi një marrëdhënie me partnerin tim, po besoj që në botë ka versione, opsione të tjera, ka pasur më përpara, historia e njerëzimit ka njohur të tilla, marrëdhënie dashurore mes njerëzish, dhe mund të ekzistojnë sot e kësaj dite. Thjesht mos don't force it on me, kaq, a kupton? Siç thuhet në gjuhën e bukur. Po thjesht mungesa e debatit edhe se debati dhe ajo pjesa ku ai bën yes men, që ai për mendimin tim shëmbëllon dështimin e një mashkulli në jetë, që nuk ka asnjë lloj standardi dhe është i gatshëm të uli veten e tij në çfarëdo lloj niveli vetëm që të marrë vëmendjen nga një X femër, që edhe nga ana sjellta do ishte jashtëzakonisht shumë e keqe. Asnjë vajzë nuk duhet ta masi suksesin e saj se sa vëmendje jep një mashkull. Edhe nga ana tjetër funksionon edhe që edhe të shikoje domethënë që ky tipi ishte gati që çdo lloj gjëje që kishte në jetën e tij ta hidhte poshtë, edhe kur ajo vazhdimisht e denigronte, ulte figurën e vet, edhe ai me atë që se e nisën bukur, e nisën sikur ai kishte një cip konservatore të prapambetur gjasme agjendore, sikur ai ishte i prapambetur, nuk e kuptonte këto gjëra, e nisën ashtu, edhe pastaj ja hoqën aty direkt si me gomsh, fuk, direkt magjikisht domethënë ky u bë nga dikush i prapambetur që kishte rregulla dhe ishte sipas ku dëgjoj në fes, u bë dikush i domethënë që everything goes. Okej, nëse do jetojmë në ëndra, le të jetojmë në ëndra deri miq të dashur. Çfarë do të themi tash? Kjo është edhe ne po e analizojmë kështu në aspektin moral dhe social se vetë na e propozuan ose po zakonisht nuk rrit për zotin lart. Nuk flet njëri për ideja e filmit. Po nuk flet njëri për arish me përmend me shparën, kujti veten mendja njeriu thoj po shiko se krimi është i gabuar. Fare më vllai, nuk është ploti, nuk ka lidhje fare me krimin ajo është drama e gjitha, ai nuk të sugjestionon ty që është mirë të vrasësh apo s'është mirë të vrasësh. Po duhet të vrasësh më shumë të bardhë se sa ashtu. E kupton? Nuk kanë agjendë. Dhe filma që nuk kanë agjendë, ty të lën tek arti, të lën tek kënaqësia, të lën te argëtimi dhe merresh me gjërat që duhet merresh me një film. Por kur ai të zhyt, të fut jo këtu, këtë do mësosh ti, atëherë ti jep të drejtën që ti ta analizosh këtë ujë apo se. Po, dhe atërosh akoma keq kur e shef, se ne po diskutonim edhe me Kitën në fakt që unë nuk e di sa kohë kam që s'po shoh vetë një film, mos zot i madh që të ketë njerëz vetëm të bardhë për shembull. Do të kesh patjetër një aziatik, një zezak e themi tamam shqip, se ne i themi me ngjyrë, po si është më korrekte? I zi? Apo me ngjyrë? Ne di që korrekte është njëri me ngjyrë. Nuk e di. Po me çfarë ngjyrë? Po prandaj. Unë e di që në mënyrë korrekte në shqip kështu është, mund të jem gabim, se di. Po më nëse do të thosh black people në atë, okay, do të zim. Unë mendoj se të zim të tingëllon më keq se sa zezak, po që nice. S'ka rëndsi, ne ata që dëgjojnë e din për çfarë ne kemi fjalën, ne shqyr nuk kemi arritur ato budalliqe sa të ndajmë çfarë do përdorim. Po, edhe tani këtu, domethënë vështirësia që nuk më qellon njerë, por drejt haj se edhe në Amerikë, okay, ka raca të ndryshme, është popull i përzier. Por të bardhët janë me shumicë, tani ta themi troq. Si është e mundur që çdo ngjarje që ndodh në çdo film të mundur ka edhe kështu, edhe ashtu dhe ashtu, nuk po shoh dot një film. Nuk po shoh dot një film që mos ketë përfaqësim. Drejt haj nuk mund të bësh çdo gjë në funksion të hajde i përfshim njerëzit, se dhe ajo hajde i përfshim është e drejtë, është e drejtë, do të përfshim me kuota. Ajo është për mendimin tim akoma nuk e kam qartë, është në përgjithësi si koncept. Është okay. Pra dhe një film që mos ketë homoseksualitet brenda, domethënë që mos patjetër të jetë kapur tema e homoseksualitetit, më mori malli.
Mos e kuptoj pse duhet të ketë seksualitet një film. Pse jemi, domethënë, ne kaluam nga një epokë që ishte pa seksualitet fare, që seansa më erotike e mundshme që mund të kalonte një njeri në epsh ishte thjesht një puthje në gush. Kaluam të këta që nuk e di sa i kanë ngelur më për të bërë, kupton se. Vetëm domethënë nga disa filma që xhirojnë kohët e fundit, domethënë vetëm nga dallim është në të 100%, thjesht je nga ajo faqja ku e shikon, thjesht kalon Pornhub plak edhe ajo është ndryshimi. Po mbet artistike, po mbet ajo gjë, ajo kënaqësia afatgja që ti do kesh kur të mbasi ta kesh parë filmin, kupton, është mund të ishte bërë edhe më mirë, mendoj unë. Ju keni në një film kështu, ty pyes në një film që të bukur që me vërtet ju ka kënaqur këto kohë të fundit, që ta shoh edhe unë domethënë. Në një që thua, film që më ka kënaqur kohët e fundit, po, ta gjej më shumë. Sa të gjej unë të filmi që më ka kënaqur kohët e fundit, mund të thoj Keda filmin e saj dhe të japim notat për këtë që të vazhdojmë me tjetër. Tani unë para disa ditësh pash filmin The Unbearable Weight of Talent. Ka qenë u bë shumë e famshme në për Instagram dhe TikTok, ajo skena ku aktorët Nicolas Cage edhe Pedro Pascal janë në makinë dhe qeshin me njëri tjetrin. Dhe unë si një adhuruese e zjarrt e memeve, patjetër që unë zita që të ulem dhe ta shikoj filmin. Filmi ishte komedi, mua më pëlqeu shumë skenari lezetshëm, aktorët shumë të mos Nick Cage më pëlqen shumë mua. Okej, dashurojmë këtë. Nick Cage më pëlqen shumë, Pedro Pascal më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Dhe ishte film komedi. Por me ca mesazhe të thella. Okej, komedi dhe pas ka dhe vlerësimet e mira, kështu që zakonisht komeditë dhe vlerësimet e mira janë wow. Kam parë edhe unë një kida me Nicolas Cage para po ishte para një 10 ditësh. Edhe pikërisht sepse partneri im e do shumë si aktor dhe për këtë arsye e pash dhe ishte shumë fiksues, shumë film fiksues. Kishte edhe momente komike. Edhe tani titullin prit një sekond. Googling shumë live tani. Movies. Dream Scenario e ka. Dream Scenario, edhe është 2023-shit. Dhe shumë interesante sepse pa spoileruar shumë, ky njeriu që është Nicolas Cage, që është profesor në universitet, i cili është gati i padukshëm, njerëzit nuk e edhe aty ka brenda sa gjëra ka aty për mos ma trego se kam parë akoma dhe dua ta shoh atë. Është shumë i bukur, ai është për të diskutuar ka gjëra që lidhen me famën, me cancel culture, me shumë i bukur. Okej, bëm për publik që do të kujtoj tani me çëse që ta patjetër. Filmi që kam parë që e kam riparë. Është edhe unë te lista. Si thjesht nuk po më kujtoj, domethënë janë do të them fatkeqësisht 3 filma. Pavarësisht se ju doni një. Po filmi që kam parë për herë të parë, që nuk e kisha parë asnjëherë, është filmi ky është ai që do them që më ka pëlqyer shumë, është filmi Stronger. Nëse e keni parasysh. Me atë djalin që plas Strong Boy. Po flasim për kohët e fundit. Po flet për kohët që kam parë, po flasim për gjithësi. Që ke parë ti kohët e fundit, po s'ka një që edhe më përpara, s'ka problem. Jo, unë thash që kam parë. Bukur që ta shënojmë te lista. Film që ka dalë kohët e fundit, domethënë nuk më vjen ndonjë përmendje, po film që kam parë unë personalisht është atë. Ky është Stronger, domethënë është histori dashurie dhe për mendimin tim është jashtëzakonisht shumë e bukur dhe tregon edhe sa të rridhi praktika pjesa edhe sado që të thoj bota që do jesh burrë, do jesh i fortë dhe ashtu. Kur vetë atje ku s'mban më e tregon në mënyrë perfekte, domethënë se sa i but mund të jetë një mashkull dhe se sa domethënë fragjil në të njëjtën kohë. Është kryevepër ai si film, domethënë edhe normalisht me hiperbolat e veta, romantike, unë jam person që zakonisht i urrej filmat romantik, po mendoj se ai është film jashtëzakonisht shumë i realizuar, më ka pëlqyer shumë. Okej. E shënuam këtë. Ja. Nëse filma për argëtim që i kam parë në të njëjtën ditë të dy është film argëtimi Wall Street, domethënë. Wall Street me
edhe të parin e të dytin me Gordon Gekko. Me DiCaprio? Jo, ajo është Wall Street, më them Wall Street me atë Charlie Sheen edhe ai tjetri si e ka. Ua sugjeroj të dy filmat, do të thënë është Wall Street edhe Wall Street Money Never Sleeps, do të thënë që është me Shia LaBeouf. Edhe prap do të thënë janë filma jashtëzakonisht shumë bukur. Shumë bukur. Zhaneri është komedi këtyre dy filmave apo? Jo, janë zhaneri është si thriller thotë. Thriller është, domethënë është bëhet fjalë për investment bankers edhe bota e pistë të tyre. Do ja japim notën atij Poor Things që të vazhdoj me Argjilen. Mund t'i vë një jo prit se ajo Saltburn më pëlqen. 5 do i vë dhe këtij, 5. Edhe unë 5. Edhe unë do t'i vija. Dhe e bukur. Edhe krahasoj pastaj, kush e di, krahasoj këto filmat që na kanë pëlqyer neve tani. Do të thënë që i kanë vlerësimet më të ulta, s'kan marrë çmim, kush e di sa çmime do marrin. Ta kur po e Oscar me Qira Allafi. Poor Things ka marrë gjatë 2 Golden Globes. Poor Things për Best Actress nga Emma Stone edhe Best Motion Picture. Best Motion Picture base është pak too much, po që. Too much, po unë kam parë ti bie shkurtë. Vetëm një gjë. Kam parë film para ndoshta para një viti diçka e tillë, qella të shifja këto, s'kisha parë këto Best Pictures të Oscars të viteve të fundit, thash po i shoh, a kupton? Dhe hap një film që është me atë, që ka ai Viggo Mortensen. E keni parasysh ai që ka luajtur Aragonin te Lord of the Rings? Po. Ai, i miri. Nëse ai filmi Çuna dhe Goca ishte i të merrshëm. Ishte skandaloz, ishte kaq film i keq, ishte qesharak, ishte nuk e di, grotesk gati fare dhe si duket ishte sapo kishte nisur kjo vala e këtyre temave raciale. Një nga filmat më të këqij që kam parë ndonjëherë, domethënë ishte, ku ta di unë, sikur kishte bërë një fëmijë dhe kishte fituar Oscarin për këtë arsye. Nëse, kështu që tani po imagjinoja sa çmime do fitoj Emma Stone me këtë budallik, po do më ngrihen nervat. Do shta zot më ngrihen nervat. Do shta po marr shumë për zemër këtë punë. Nëse po si marrë për zemër, çfarë bëjmë kosa jetojmë? Ti futemi perles, çfarë perles. Argjiles. Në Argjileja është, nuk e di unë, si fundi Kazanit për mendimin tim me të gjitha këto. Unë nuk jam... Po, niste ti Buçi se dukesh që ke shumë për të thënë. Tani thonë. Mua i film më ka zhgënjur jashtë zakonisht shumë. Domethënë, është për mendimin tim është një nga heartbreaket e mi të këtyre 6 muajve të fundit. Sa më ka mërzitur ai film, tani që më bëshëm partnerën në kinema, e kam thënë që okay, është ky aktori, është Dua Lipa. You need to see Dua Lipa, obviously. E kupton, është ajo aktoria. Ja. Unë kam i pikë të dobët për kokuqet përgjithsisht, domethënë, edhe unë atë e kam shumë shef. Ajo ka pasur një rol tek Black Mirror në një nga ato episodet me këtë Social Credit Score, që e ka qartë atë rolin, ajo është aktore kryevepër, edhe mendoja se do e shifja dhe atë në një rol dytësor atje, domethënë, po filloi që nga momenti ose le të themi jo momenti i parë, po momenti i dytë i filmit. Tani, në një film ku posteri kryesor ka përpara Henry Cavill dhe Dua Lipa, të cilët nuk kanë lidhje fare me plotin. Është se çdo gjë rrollohet agjenda e çdo gjë çellohet standardet e dyfishta dhe hipokrizia e industrisë. Tashi, ti edhe thoj që mos i rrisni standardet për vajzat, mos i rrisni standardet për djem, duhet të jemi të shëndosh me Calvin Klein, duhet të jemi obez me Adidas, dhe pastaj kthehesh 180 gradë e thua po këta tipa që janë nga 10 sekonda në film, këta janë kryesorët në poster, domethënë. Edhe ata që janë the main guys, domethënë i ke diku mbrapa ku nuk duken fare se ku janë protagonistët në atë poster. Duhet i kërkosh protagonistët me dylbi në poster. Që për mendimin tim të isha unë ai aktoria, se ajo aktoria me atë lloj kompanie unë nuk punoja më sa të kisha jetën. Dale buri dhe do të kam bërë shumë mirë për të. Është ajo është ofendim.
është ofendim, po si tani Luana të vi unë tani të jo në formën e surprizës se kanë fjalën. Pikërisht. Unë të bëj një shaka duke si filani, domethënë, edhe kur të ftoni unë në podcast vini në ikona të filanin, jo mua. Domethënë është absurde, është kulmi. Është kulmi pra, e kupton, është nuk e di domethënë se çfarë mendojnë këta lloj njerëzish kur i bëjnë se është ofendim total. Edhe pastaj, okay, e anashkalova këtë vajin, thash, okay. You wanna make some money, do vija ata sepse ata shesin. Okay, hajde po e për ty. Shpresoj, nëse është vetëm kjo gjëja, po e anulloj, po e për ty. Tani fillon filmi. Unë po e prisa thash, okay, kjo duket si diçka që është limonadë, është diçka argëtuese që do hap kosha do pi bira domethënë edhe thjesht nuk do më kërkoj të përdor trurin shumë domethënë thjesht unë do qetësohem edhe do argëtohem duke parë. Kupton? Është thjesht një film limonadë, pak komedi, pak action, pak iu kështu domethënë me gjëra të bukura edhe unë do mundohem ta shijoj. Gjë e bukur ishte as ide domethënë që si një shkrimtare live domethënë e bën atë se si e mendon ajo në kokën e saj se si do sillen karakteret me njëri tjetrin. Ajo ishte për shembull një detaj që e nisi e qau atë moment. Po pastaj në momentin që ato flashback-ut që i bënte me ato Henry Cavill, ai aktori nuk është as i keq më, si e ka ai që luante atë rolin. Ajo ishte me vërtet. Henry Cavill. Kush Sam Rockwell e ke fjalën, ai është aktor i shkëlqyer. Ai është spektakël, ai nuk është i pabukur. Çfarë rolesh ka luajtur? Gjithë kohës tash zëncoje me Henry Cavill, domethënë sikur Henry Cavill është simboli 10 edhe ky është 1. Po ai edhe aty afër është. E ke parasysh ishte pak e panevojshme. Edhe kjo u ndoq pasaj ai ploti hidhu një herë andej, një herë tej, shtoi dhe këtë, shtoi dhe atë. Siç e kapet ato pjesët me gjuhën pastaj. Ky filmi ishte, siç e theti që një herë mësonte pastaj ç'mësonte. Argyle ishte komplet nga fillimi i fundit. Ata në fillim kishin një shtëpi që e kishin blerë, pastaj i doi që jo, në të vërtetë nuk e kishin atë shtëpinë që e kishin blerë, nuk i morin telefon këmbshiu, po në të vërtetë ishin në anije këta dhe te aty te anije ishte kjo kuzhina që bëi kjo. Asnjë gjë nuk përputhet me njëra tjetrën. Kishin blerë ata, ja se këtu e kishin blerë shtëpinë, po ajo tha që atë kuzhinën e kishte që nëse asaj shkrepej që të fliste me maman edhe ajo ishte në punë dhe nuk ishte tek ajo shtëpia, dilte te kuzhina, kështu e tha gjasme. Po nejse. Është një farë lloj u bën ai shumë plot twist, që po rikthej, domethënë 110 360, 180 360. Vjen për të vjell një moment, e ke parasysh? Edhe bajatën fare pastaj. Ishte tek pjesa se si ajo, domethënë ishte maja e kësaj organizate, domethënë dikur, me ato skenat e luftarake, domethënë që thjesht ne që kemi lexuar edhe dim diçka se si funksionon kombati luftarak me trup, thjesht ajo body mass ajo ka nuk është e përshtatshme për ato lloj lëvizjen në asnjë lloj momenti. Po, fix fare. Pavarësisht se domethënë un kam një domethënë nga ana e dukjes domethënë mua më pëlqejnë femrat të tilla. Domethënë nuk kam se gënjej domethënë. Po është shumë absurde të shikoj ato lloj gjëra domethënë sepse edhe CGI ishte nga CGI-t më të këqij që mund të ketë qenë vitet e fundit që dukej kur ishte dubla asaj, dukej kur ishte ajo. Edhe nuk ka shanse që në një moment të tillë që rikthehej prapë te feminizmi dhe te kjo përshtirësia e që bëjnë ta. Në qoftë se ti do të kesh një femër që është e aftë, mund të marrësh një dubël nga UFC-a. I ke parë gocat e UFC-s? Të thyejmë dysh, edhe mua më marrin, më thyejnë, më palosin, më fuzin xhep për atë punë. E ke parasysh? Sepse ka. Në qoftë se do që ti të japësh diçka reale, dhe të japësh një shembull real që në qoftë se ti je një nga ata persona që ke interes në artë marciale, ke interes ti je dikush që i përket kësaj bote, ka. Mund ta bësh të besueshme. Zotrin, nuk mund ta bësh të besueshme kur me të kesh një combat scene me një fustan të një përmbrëmje gala, e kupton, është. Come on. Mund ta kishe bër pak try a bit harder. Ishte i verë si Uma Thurman tek Kill Billi. Me atë që asaj nuk i shkonte domethënë si postance, ajo do të kishte diçka blu ose diçka të gjelbërt, të errët ose jeshile të errët, domethënë do ishte super seksi me atë se i ka flokë të kuqe, po që gjithsesi
Ideja ishte, më thënë, dhe në fund të kaluan një që ajo nxirra të lodrën, armën e fshet që e kishte gjatë gjithë kohës atë për të komanduar, por në fund i vajta përdori dhe doli ajo pasaj që i ra me kështu me çekiç nga mbrapa si te Looney Tunes kur kemi qenë të vogla, ke parasysh Looney Tunes Tom and Jerry që i bie me çekiç kështu. Skeni ishte një lloj bastardizëm që unë thashë që what the fuck is going on. Ajo pjesa muzikale pasaj që kërcein ishte, nëse ti po thoshe që ato ishin shumë stretched, edhe mund kishin mbaruar përpara, kjo ishte domethënë kur me ato me plura me ngjyra. Më thënë, kjo e kaloi çdo lloj durimi që mund të ketë njofur njeriu që thjesht ajo vazhdonte dhe nuk mbaronte kurrë. Është aman o zot se vdi që do t'i kim mbajnë. Domethënë ishte se di. Edhe do të ndërpres më vonë se ca gjëra i harrova rrugës. Kur bëri çfarë? Patinazh artistik që po dha ajo domethënë duhet tjetër. Po ishte domethënë Nëse edhe prap ky mashkulli njësoj si tek Poor Things, domethënë ishte ky ishte ai që gjatë gjithë kohës e shpëtoi këtë, por në momentin që kjo zbuloi veten, ky ishte helpless dhe ajo do të bënte gjithçka për këtë. Ajo do të bënte patinazhin, ajo do të bënte të luftonte me të tjerë, sepse mjaftonte që kjo të zbulonte veten dhe pastaj ai është zero. Ai nuk bën më dot asnjë gjë, domethënë. Është shumë patetike është. Është goxha. Por nga ana tjetër, kur mendon që po shef një film thjesht për të kaluar, për të ngrënë ca kokoshke, për të pirë një birrë, është okay, ja kupton, si është po argëtosh, do të jetë plot me defekte në sensin e, domethënë, logjik të skenarit, do ketë budalli që sa të duash dhe ti i pret, edhe kur i pret, mund të argëtosh. Mua kështu më ndodh. Unë nuk prisja asnjë gjë nga ky. Edhe për këtë arsye u argëtova me vërtet, sepse kishin një dy momente që ishin komike, sidomos te ky momenti që me këto plurat që po bënin atë, po luftonin, edhe kur i hipën për e mban kështu në ajër si te Dirty Dancing, kështu momente që ishin kështu gallatë dhe pikërisht meqense nuk mendoja se do ishte ndonjë gjë. Ky filmi u gëzova tek ai, thash ha sa vërtet. Ndodhen ja dy momente të tilla. Dhe gjithashtu desha të theksoj një gjë, që kjo aktori që s'jam mbaj mend emrin, unë e kam parë në disa filma. Në një film më pëlqen jashtëmase shumë, në një film s'pëlqen fare. Unë nuk e di si është e mundur, domethënë, dhe këtu s'pëlqeu fare. Mendimin tim ishte off, nuk i shkonte fare rol. Mëra mikrofoni. Nuk i shkonte rol. Çfarë fole keq, prandaj. Okej, da. Nuk i shkonte roli dhe sidomos duke për shkak të peshës, ato lëvizjet në ajër her mbas here ngjanin shumë çuditshme. Janë shumë çuditshme dhe okay, tani se nuk është fantazi, se në një film fantazi do të gjë nga do të edhe si më thon rregullat e fizikës të natyrës rrëzohen që gjitha, po këtu supozojmë jemi në një realitet të këtushëm toksor. Pra është dallimi, se më duket është i njëjti ai që ka bërë Kingsman, domethënë. Po që edhe nëse ti jeton në fantazi, edhe Kingsman fantazi është, domethënë, po që ata mundohen të ta shesin pse kjo gjë është e mundur. Kupton, mundohen të thonë që ke një kostum që është bulletproof. Ke një stilolapsa pistolet, si Sali Berisha njëherë në kohë. Po që ta shesin fakt. I japim pa kohë, marrin pa kohë nga jeta e tyre për të thënë që okay, ne do shpikim tek gjë që të jetë plausible. Ta shpjegojmë robe që pse kjo është e mundur. E dim që kjo nuk ekziston. Fikse, edhe ti jep arsyeton, i jep një ta diun, e legjitimon një gjë caktuar. Kurse këtu, jo, ti si mund të ngrihet robi 300 kg në ajër ashtu. Ai ishte pel fare i gjuajti me plumë në zemër, ajo kishte 9 vite që s'kishte kapur armë dorë, domethënë në momentin që u kthye e mbajti mend që ka një kanal aty që nuk ekziston. By the way, njerëz mos e bëni këtë në shtëpitë tuaja. Nuk ekziston ai kanali tek zemra. E kupton? Nuk ekziston. Nuk ekziston. Jo. Asnjëherë nuk ekziston. Ti jamon e fare tash mirë që ka kjo gjë, tash okay. Në shpel, e kupton? Edhe 9 vite pa prekur armë dorë tipja, që edhe nuk donte të kthej sepse nuk e besonte. Atyre thye, kam këtë gjë që ti. Bam, vdis legend. Edhe ai që çohet, me gjuajtë. How dare you? You broke my heart. Nëse. Nuk era as keq jo. Nuk e di. Era as keq jo. Ti ishte player fare.
Tase, unë mendoj që ka qenë një nga filmat më trash, më garbage që ka shkruar. Po trash ishte, po nuk ashtu duhet ishte, ashtu duhet ishte qëllimi i tij. Kjo është ideja. Qëllimi i tij ishte ti ishte trash. Unë shpesh shoh komedi romantike që më shohin njerëzit sa kritike që janë për filma si Poor Things, për shembull ose Saltburn, shoh komedi romantike, edhe kënaqem aty. Ashtu duhet jetë, si të shohësh kështu soap opera turke. E ti e di qa ndodhet aty brenda. Edhe e merr për atë që është. Kështu që po soap opera turke nuk reklamohet siç u reklamua Argyle, që ishte kudo, domethënë nuk i ithi dot syt, po nuk dilte një poster i Argyle. Seriozisht? Domethënë në Gjermani nuk e kam vënë re. Po, ndoshta se dhe në 2 javët e fundit si kam qenë smurë, se kam dalë. Në 2 javë tani ka dalë. Tani më duket se nuk është në kinema, po në pjesën kur ishte në kinema, domethënë kishte i Cinemax, në Plex, York, Deluxe, gjitha. Këto të mëdhenj domethënë. Po, gjitha. Bravo. Edhe në disa gjuhë, kishte gjermanisht, kishte me gjermanisht me subtitles, anglisht, version origjinal italisht, kishte shumë domethënë. Ishte blockbuster. Okej, pas kam bërë goxha marketing. Të tjera gjëra, se ne këtu kemi 2 gisht mjalt. Kur del në rrugës, atë është 2 gisht mjalt të 2. Që imagjino që zakonisht 2-shi është më keq se 1-shi dhe 3-shi është më keq se 2-shi, do thënë gja 2 gisht mjalt 1-shi ishte o zot na ruaj, imagjino se do jetë ky tjetri. Kështu që jo unë këtu s'ka pas reklam të këtij. Edhe ndoshta për shkak të Dua Lipës mos është bërë kjo gjëja. Ku ti on? Ne kanë përdorur besoj. Mos më pëlqeu ajo pusha pra që kishte përdorur Dua Lipa ti, duke i paketë gjoksi, po që nice. Pse kishte përdorur se vura nuk e vura re. Po duke që ishte pusha pra, tani le të themi që i njohim ca gjëra kur i shohim. Edhe flokët i kishte të digura sikur i kishte dekoloruar shumë keq. Kida, për zotin. Unë Dua Lipën e dua shumë, dhe nëse Dua Lipa ndonjëherë do ta dëgjoj këtë episod, Dua Lipa të dua, më zot pres që të zhvillosh turin e ri, se do ta blej patjetër biletën, por të lutem mos aktro më dhe mos i bëj më flokët ashtu. Se gjaje skandal. Sigur të vim foton e Kedës aty para koncertit, nuk lejohet brenda, e ke parasysh mos the me ti komentin e fundit. Gjatë e keq. Gjatë shumë keq. Do të thënë nga gjithë stilet e flokëve, ky një nga më të shpifurit. Po sigurisht kishte dekoloruar unë. Po që në aktrim nuk më ngjajti dash, atë sa kishte 3 fjali kishte që se e shkreta. Po tani nuk ka pse, tani shko këndo, kjo është puna jote, lëre aktrimin të tjerëve. Se më duket sikur e kanë marrë thjesht për efekt marketingu, nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. Ajo ka ishte edhe te Barbie. A ishte edhe te Barbie ajo? Ishte edhe te Barbie, po hajtë se te Barbie këndoi, bëri këngë. Te Barbie këndoi, po. Okay. Po e justifikoi. Okej. Po prisa se mos do këndonte aty te filmi sot, po nuk këndoi. Po, aty vetëm janë nëse që pa në syt po të këndonte se ai ishte vaj me det si film, çfarë do këndonte aty. Po ti do duket se ti s'na fole fare. Për Argyle tani, mua më duhet ta pranoj që ky zhanër i filmave nuk është zhanëri im më i parapëlqyer. Nuk është se unë shoh shpesh filma me spionazh, filma me efekte të tilla, domethënë sci-fi, nuk janë të parapëlqyerit e mi. Kështu që pritshmëritë e mia nuk ishin shumë të larta, thash okay, do jap një shans. Mu duk argëtues, mu duk film shumë energjik, domethënë gjatë gjithë kohës aksion, lëvizje. Po jashtëzakonisht shumë plot twist, domethënë çfarë thë Kibuçi më përpara që domethënë gati vollëm, po, sikur na zuri domethënë. Po çfarë thua? Po na mbaroi blogu, s'u marrin dot çnime. Edhe ajo e fundi domethënë kur ajo filloi ta godiste, ta zhdëpte në dru atë të shkritin, sa çfarë po ndodh tani, nuk po e kuptoj më ku do përfundoj ky film. Më gjë të bona më dalin negativat pastaj, se ja rasti. Po pra, edhe nuk, domethënë me vërtet, pata një moment që humba dhe thash do futem tani në Wikipedia të lexoj atë plotin, se ndoshta kam humbur unë ndonjë moment të rëndësishëm. Edhe po e lexoja domethënë që të konfirmoja çfarë po shikoja. Ishte shumë i ngatëruar, domethënë unë nuk e din nëse doja kisha dalë që të kënaqesha apo të kisha ikur në kinema dhe ta shihja në kinema. Se më duket sikur duhet të kërkoja vazhdimisht të konfirmoja, domethënë apo ndodh kjo gjë me vërtet, a mos kam keq kuptuar unë diçka, apo jo.
Po edhe në kinema Carosh edhe më keq kam përshtypjen nëse shkon paguar në gjithë ato lekë të del filmi i keq. Unë edhe ja, e hëngra unë, shqyqysh se ki pas keni parë jo e kinema. Mjafton. Falas të gjitha. Thuaj në mënyrë filantropike. Faleminderit bamirësat e internetit. Kështu që në përgjithësi për ta përmbyllur film argëtues, po nuk është një nga ato filmat që do më ngel në kujtesë. Çfarë notë do i vësh? Unë do t'i vë një 6. Po ti? Edhe unë një 6 do i vë. Unë do i vë një 2 të fort. Ne kemi pasur një profesore që thoshte do të vë 4, do të vë 2 4 me një kuti. E kupton dhe ky ashtu do 2-2-sha. Domethënë. Ja për më 6. 6 sepse më kalova një kohë të këndshme. Thjesht kaq, domethënë jo në një gjë tjetër dhe edhe kaq, domethënë bëm të maratonën, po si përfundim maratonën këto 2 ditë e fundit sikur na ngeci këtu, na ngeci. Ja, buçi ka fajin. Jo, gjithsesi unë do i shihja këto, i kisha në planet e mia. Këtë të fundit me Dua Lipa nuk e kisha në plan, as i kisha dëgjuar fare si titull, ato 2 tjerat ishin absolutisht në listën time. Po që ja bëm çik më shpejt në listën time, kështu që jam shumë e lumtur domë. Iku Buçi. Hello, Buçi. Se kjo po regjistron akoma ndërkohë. Po regjistron. A të bëjmë një përshëndetje. Unë jam Luana Arizaj. Dhe unë jam Kejda Tusha. Dhe na ndiqni në Kompetente. Po na ndiqni në kanalin tonë në Kompetentet. Ne nuk kemi postuar shumë, jemi të vetëdijshme për mëkatet që jemi duke bërë. Por ja erdhi Buçi dhe na mblodhi dhe jemi këtu duke diskutuar për filma. Në përgjithësi ne diskutojmë për çdo gjë që na duket interesante. Yes, dhe së shpejti, që i bie diku për 2 javë do rinisim të bëjmë video së bashku me Kedën. Buçi po thjesht po vazhdonim neve, po flisim për veten tonë. Shumë mirë bët. Se do ju flisja dhe shiko, do të thoni prapë atë që duke thënë se nuk dua të ndërpres, po nga ana ime për përmbyllje arsyeja vetme pse ose jo vetëm, po arsyeja më kryesore pse unë doja të diskutoja me këto juve të filma ishte për të marrë, me thënë drejt, për të çdo shakaj edhe pak shkas për të diskutuar për këto fenomenet që i shtyen çdo lloj njeriu, domethënë që të besojë edhe të ndjeki pa pasur asnjë lloj kuptimi afatgjat, domethënë edhe mendoj se diskutuam disa gjëra, mendoj se i tham disa fjalë që duheshin thënë. Por që na tregoni çik cilat janë planet për juve. Sa plane kemi ne? Po si me tani mikrofoni i ri? Ja, mikrofon. Ku s'des kishim mikrofon? Do të kishim ato kështu të veçlit. Kemi edhe këtë kështu gjën që mbulon fytyrën, si Aldo Morning Show. Edhe ne duam ta nxjerrim fytyrën, kështu që po e ulim. Edhe do fillim të bëjmë podcastin bashkë me video. Këtë kemi plan dhe kemi menduar të Faleminderit të bëjmë intervista. Të bëjmë intervista të ndryshme, kemi disa njerëz që kemi apo kemi shuar Okida. Si më thon? Jo, intervistat i kemi në plan akoma. Thjesht tematika është në diskutime sipër. Po. Dhe në bazë të personave që të ftojmë në përgjithësi kam përshtypjen. Gjithsesi na ndiqni, edhe Buçi diskutohet. Po, do të ndiqni, domethënë si edhe herën e kaluar do i keni linket për podcastin e gocave, do i keni në description. Duhet të tregoni pak dashuri, të vini, të dëgjoni, lini një like, një koment dhe pastaj shpërndani me miqtë tuaj, nuk ju kushton asnjë gjë, është gjëja më bazike e mundshme, domethënë. Kështu që lëshojeni një çik dorën, është thjesht një klik më shumë. Okej. Faleminderit Buçi. Kësa unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishit me mua, edhe shpresoj që në herën tjetër që do të diskutojmë filma të kemi të paktën një lloj maratone që do na kaloj një çik më mirë poshtë, domethënë që nuk do na ngeci në grup si kësaj here. Yes. Me shumë kënaqësi. Yes. Super. Ta mbyllim të regjistrim për supra, bashkë mirëpafshim herën tjetër. Pafshim. Buçi në bu, CHI. Bu, CHI podcast.